Çe bone? Si kalo? Hajde. Hajde. Hajde se nuk them shumë. O, mredi. A është prish dynjaja? Vallaj se di që them. Flasim për konceptin e prishjes. Për çfarë prishesh? Për prishjen. Kur është prish dynjaja? Si? Për prishjen e dynjas, jo është prish. A është prishur dynjaja? Jo, Dynja pse të prishet dënjoja arbon. Njerëzit siç kanë qenë janë. Ja, siç kanë qenë, të prishur domethënë. Ma su kanë qenë me kota, nuk ka punë se... Tani është prish vetë dynjaja si objekt apo Ka po njerëzit më shumë. Njerëzit e kanë Njerëzit e kanë bërë më shumë. Ju vetë jeni i prishur? Po ne jemi si ma mje kemi Kur jeni qenë. prishur për herë të parë? Si ma mje. Kur ke pas ti mundësi ma përpara? Flasim për prishjen, si term, prishja. Qa prishe? Prishje për shembull, kur dëgjoni ju prishje, ku ju shkon mendja? Si mër prishe, për qaj prishe, kështu qara si prishe, ku? Për shembull tani në Vapça nuk prishet. A, nxehtësia, Nxehtësia për shembull. nxehtësia prishe, do të vap do të ke shpi. Po, ose është prish dynjaja, mendoni ju është prish dynjaja? Dënjaja prishe, lomi është, e di si tha Kali, se më dzirë gomarin për para. E di këto të e gjë? Jo, se di, ma shpjegoj çik se ndoshta Jo. Kali i tha, mos të më dzirë gomarin për para. Po? Më dzirë gomarin për para, tha unë s'po heci. sot tani kemi Kalin apo Gomarin Po para? gomarin kemi, Gomarin? mërë vesh që të thash? Jo. Ka më shumë nevojë bota për mendimin tuaj, t'jepni një konkluzion për sa i përket prishjes. Qis prishe? Prishja, kur dëgjon ti fjalën prishje për shembull, ç'a të vjen mend? Gjë e parë që vjen mend. O prish rendi, o prish dynjaja, o prish... Bravo, këtu, kjo e dyta që ndrohu. Ka prish dynjaja fare? Po, prish, A? po. Kur u prish dynjaja? O prish dynjaja se në fuqi burgjezia. Erdhi fuqi burgjezia, a? Po. S'ka qenë asnjëherë burgjezia më Je parë? ka qenë burgjezia, po nuk ka qenë kështu. Burgjezi, më thonë, moderne. Moderne. Është më e frikshme kjo burgjezia moderne? Më e frikshme. Pse? Po sepse është modernizuar burgjezia. Dhe shfrytëzimi është e kanë më të lehtë shfrytëzimin e njërit për njërin. Po. Kaq. Po përse përket luftës midis Izraelit, Iranit, Palestinës, Po luftën mes përfuqive në mes Amerikës, Amerika e bu luftën. Amerika e bu luftën? Amerika e bu luftën. Më thonë për... Po mësë është Trumpi. Apo më jasë, kam një problem. Alo. u ka prish dynjoja fare? U ka prish dynjoja, ja. Kënon kaqë. Kënon kaçë. Pritim kënon kaçë. Sa ta marrojmë shpejt e shpejt. Po, prish erdhe. Ju thonë Luftën e Izraelit e bën Amerika. Amerika e ka shu Izraelin aty e ka bërë shtet. Amerika Anglia e ndihmojnë me armatime dhe luftor shtetet arabe. Për mendimin tim. Po për mendimin tim se Aty do të përplaset dhe superfuqia, interesat e superfuqive. Amerika me perëndimin, me Europë perëndimore me anë dhe lindja me Rusinë më tjetër. Pra Rusia ti thua që do bashkohet me lindjen gjithë domethënë do të bëjë një luftë tretë botërore? Po sigurisht edhe aty mund shkoj puna. Është gati thua? Po gati është tash. Ai po sulmoi Iranin, po i sulmuar në Basamore. Ai mund të prodhojë armë të Amerikan gjithë, ai janë për zërit paqen po. Si është situatën? Çfarë do bëhet? Do përkeqësohet apo do gjetë zgjidhje? A ka vend për dialog për përmirësim? Mund të zgjasë, po zgjidhje nuk ka. Nuk ka zgjidhje. Jo. Ti Zgjidhje nuk ka derisa të dobësohet gjendari ndërkombëtar, siç është Amerika. Po kush e bën Trumpi? Po Trumpi. Pavarësisht Amerika është aleati e sot. Aleati jonë sot. Jo, pra. Po Trumpi tha kur ishte Bideni, kur bëni fushatën, tha, le momenti që ta marr, tha, do ta. Po le Trumpi edhe Amerika është kryesia e imperializmit botror. Ajo kryesia e imperializmit botror. Imperializm do thotë imperializëm do thotë imperator do thotë perëndori e madhe që do të shëndoj botën. Po ne në Shqipëri a jemi sigurt a kanë lidhje me ne këto gjëra që po ndodhin në botë? Kanë lidhje, se s'ka lidhje, ne jemi vend shumë i vogël dhe kanë lidhje, më na përfshin ne. A duhet shqetësohemi ne? Dhe mund të bëjmë mish për top. Duhet shqetësohemi ne? Duhet shqetësohemi se ne bëjmë mish për top. Ne na përdojmë për ushtarë. Si mund të shpëtojnë shqiptarët në këtë situatë ku ndodhen? Si mund të shpëtojnë?
Tani nuk mund shpëtin se asë njënësi shumë majnë, duhet majmë asë njënësi, asë me njënë në blok, asë me Asë tjetër. njërë nuk majmë pale fare. Asë me njënë në pares duhet jemi, po faktikisht në pozita që jemi në duhet mbështetemi një janë, sepse jemi Ju vetë që shkatëror. ku do të mendoheni? Në kohët e në vërojgjës në të ishim të paangazhuar nga nasin Karha, sepse ishim të fort faktikisht për mbrojtje e Aleut. Se luftë nuk u bë faktikisht, po mbrojtja ishte shumë e fortë. Sepse gjithë shpenzimet ishin bërë për luftën, për ushtërinë. Pra, jemi në pikën që është prish dynjaja. Është prish. Nuk rregullohet dot. Jo. Vështirë është. Vështirë. Gjithmonë drejt mënyrës. Të falenderoj shumë. Një tjetër, Jeni mirë. mirë. Flasim për prishjen si koncept për shembull. Kur e dëgjon ti u prish. Që prish, po. U prish për shembull. Si Po. mund të rregullohet ajo kur prishet? Po hiqe ajo, e prish më është edhe në muhabet, edhe në qeret. Po. U prish, dhe më thonë, gjdo gjo, u prish havaj, u prishën ato rregullat burnis, ato gjonat e vjetra që janë, tamam kjo u prish, dhe më thonë, u Ne prish. themi që a është prish Po, gjithë prish. dynjaja komplet si prishet havaja, Po, prishet prishën, njerëzit. po, u prish. Po kur prishin njerëzit për shembull. Po, Kush është pse janë prish njerëzit, prishet dynjojë, pëse se dynjojë ajo është, ne së donë zoti po jetojmë, po këtu e prish po çdo gjë. pra don ai që ne jetojmë, si tishe për ne. Doj moj zot, po kush, po ku ne paguajmë taksa për gjasë për të majt qeveri për qenë shtet, me qenë rrishim njerëz pyesh. Domthon, jetë fisësh. Paguajmë taksa për jetë shoqërore. Ai me taksë funxhaj në lem shtetin rrupall, vjen ai ty me motor 70 i 150 në lagje aty, pse lagjet aty jeci fëmijë nga shtat zona plek plaka. Kjo po prishet sepse ndërësirët vinë nga anës e në bon kërtar bashkishe në një si ka bo aty palatin, njët me sahatin. Zdromësi nga katunët Roskovecit, kërtar bashkinë Tiranë. Unë thoi e Tiranësi, re Tiranësi, thoshin to. Dhe për njësët, po pra se dun partin, rof partije komuniste, thoshin to, kur jude Gjermani. Nacionalistët thoi rof Shqipëria Lirë. Ato u përshatu, u vranë gjithë, i vrau sistemi mrapa, kurse to e këtho rof partije, janë vazhdojnë akoma 100 vjetë kanë bilet, që ku ngrejt flamuri, zbritin dorës, që e ngrejt Vlorë. Sa ishe nga Vlorë, e ngrejt i këshpje vetë. Se ngrejt në qendër, në Tiranë, në Elbasan, ose a i tjetër shkoj në Prizren. Pritje se të tjetërin. Abdyl Frashi, burë, të më shkojnë Prizren. Se për men njëri Prizrenit, se ishe hoxhe, ishe Ymer Prizreni. Pra ishe myftio që bom gjamil, lidhe shqiptare Prizrenit, pore. Që atëherë ka pas hile thonë. Pa jo është gjoj mo, po e prishme pra, ky. Po e prishme pra është e ku. Një njëri lidhe Prizrenit, lidhe shqiptare Prizrenit, aja ke Shqipëria, tamam, Shqipëria etnike. Nga Librazhdi, ke nga Librazhdi. Prizreni, në Kosovë e ka krahina Kosovës, po këto, A shumë është prish sa që sa se dim si ku është Prizreni, dim lidhen e Prizrenit. Prizreni o zemrë Shqipërisë, po pra, Pse ju thonë që ka pas hile që atëherë thonë. Po me hile pra është kjo punë, me hile, po gjithë pasë Shqipëria kanë gjetë menën e shqiptarëve. Shqiptarët janë më farë, po, se një këto kanë qenë kufi me Danubin, kanë ngellë të ku, e në kur shpëtojnë edhe këtu, venë rrugasin kërët qeverisë, 16 vjetë, e në thëmë regull, gjithë i sojan. Kjo që mirë në roje prap, tjetin, si kje ka kjo, 16 vjetë një rrugë, për që shkjuo dhej, për që shkjuo që da bëjnë 16 vjetë, kërët ose kërëtara ku vendi thotë një pa i thonë njëri puna marë, në kërët ku vendit burrave, kuptot për spiroporda, që e këtë ju si e ka, kërët ku vendit burrave, kur i thoshtë ditë e bërnë plumit, thoshtë, si shko punë kështu mirë për para për hesim thë. Si për para, nga servet plumi ke spiroporda, për para është edhe më falë, thë, po. Si për para. Paske shumë. Kështu është për para. Paske shumë ngarkesë, paske shumë. Po vujmë kotë më zotni, unë jam pensionist, jemi të vujës për në lendër hatë hajmë bukë shpitonë, mërë të kotë s'ka kujdes shteti, pagujmë taksën e. Qa kujdesi ti shteti, Qa kujdesi? Qa kujdesi, autobuzi plasa vapës e të mrena, s'do me dit njëri fare jo. Sepse ajo autobuzit ka rregullu me zdromësin e ti kjo në bulk, si qenë. Atje ngordë i shalë, po s'ngordën ato. Si pensionist ju keni... Po që kemi në leshe, po del, po do jemi mësu me fugralik me vash, një ashtu, me sforca që. Po rofshin qunët e gocët janë në ne. Hajme, si ka mundësi të dalim këtu? Se kështu la bëjem rëzodë. Po më pëlqen që ju e ngreni shqiptimin për prishen që pëndodhë gjithë ndë. Po prishme. Atje vritën fëmijë, në Palestinë vritën fëmijë, ato thonë roftë Izraeli, kuptot e po jo? Janë vra 20.000 vetë mërtë, 20.000 fëmijë, a vritët fëmija, lufta ka regula, fëmija, gratë, në plekë, nuk ka shumë, edhe të lashët, ne, si muslimon e kemi edhe të lashët, grunët, mos i dikë thotë, sepse do hajnë ato ki nuk,
Ti luftat në front, a kjo është në front. Kush fitoj pasaj, të përparoj, që lidhe ka. Dalim ke prishmja Pas ka frikë, thoti, se Irani është i fortë, ka frikë. Po edhe ne kemi frikë, pse s'pas me frikë, ne ti bim Serbi, se kemi frikë, ose ti bim Grekut. Ka dalë Vučić tani, Vučić ka thënë këtë pra që bota është në luftë, tani thënë ne do luftojmë me Kosovën, se Kosova është e jona. Si mas rregullit të tyne, jo, ne nga frika, me që na bi Serbia, ne ti bim në Serbi, se e kështë thot, po i bi Irakun, Irani du më thot, sepse konfliktës në binë muaj, thot Izraeli, pa më bërëcis e vrate, Hamas jam, ku është Hamasi? Pse, Hamas janë të fëmijët e vegjël, që është kjo mua betë shë? Hamas janë gratë ke shpia, Kush po lufton me Iranin me Palestinën? Kush mendoni ju? Izraeli është? Po Izraeli këto e prishme botës, po Izraeli pra pse vrau 6 miliona Hitleri. E në s'ke muslimoni, ke krishterë, se thonë të musliman, që kanë vrau musliman? Ndyrësirat, të dunë vlavrasi, kur bo lidhja prizrenit, o bone shpallë e Republikës të Mirditës këti. Pra, në atë datë, ka shpallë e Republikën e Mirditës, ato, kur bo shpallë e Republikës, atje lidhje shqiptare prizrenit. Do bon shpallë e Republikës Mirditës. Sa për djeni, kuptotje? Jo, ke shumë drejnë. Pra, kështu është. Do që dalësh në çdo sep. Shqiptarët e fare keqë, kanë qenë kufim me Danumi, kanë ngel në kush po e meritojnë. Mo fare poshtër Moska. Një për ku janë, një si janë. Rofë partia, babi bita, rofë partia komuniste. A ka ra një luft që të rofë Shqipëri e Lirë, jo. Ato kjo u bo në armikë, ato hysnin Lepenicët e qenë, ato gjë armikë, ato kjo rofë Shqipëri e Lirë. A me nësi të regulluar? As ka për të regulluar, kështë se e meriton këtë derë populli, derë milet. Unë thëshë ato bus fale, sot Tiranësi, ku ka ato bus fale, në rejnë Tiranësi. Dhe doshin këtë zdrëmësin, ndërësirën, maja të shqit. Pak e kanë, mirë e bon. Po si mundë në shku me votun për herë të katër prapë në vot? Po ha, pra. Se ti po fletë po thunë këto e votun prapë për herë të O katër. derë millet prapë, për një. A i thot, qëryka të keshin, ha. A i thot, s'keni pa gjokoma, ha. A i thot, shqiptarëve së ngënjet, ha. A i thot, ja fut njëri tjetit, ha. Kështu pra janë, që do. E dina i zdromë se i kjura e Rugaci, a i Rugaci ka qenë që kur u zjedh kryeministër, a ju zjedh kryetar partije, le të ma e Rugacin kryetar në partijë, se këtë tjetër thot, aset komtar kë, Saliu. Aset komtar, Partia Socialiste, ishe mrena minister që vranë e Ben Brosin në Rahmet Shpirt e ti u gara, që vranë atë Jusfi Budën e Kavajës i pari, ajo është vra. Dëshmu, kush e vrau atë? Aset i komtar, pra, që thot këtë, aset komtar. Unë tu jam skare, unë kam heqë shtetësinë shqiptare, se nuk e pranoj. E kam heqë shtetësinë, po shtetës i Kosovës, kam si shqiptare jam unë, po shtetësinë e kam heqë. Po kryeministër Rugaci, ajo tjetër kryetarë kuvendit, do më hënë pa njohë pa ditë fare, Spiro Porlas, si e ka ajo, së di unë. A i tjedi lëpirë si president, futja Porlas për cëndu shtetësia shqiptare mu, e në këtu au i kush mund vrasë një tjetin, gjithë drogagjia, gjithë gjonat kanë morë shtetin dorë, gjithë më dorë një mlezarat ishe, e ne s'diqim gjohë ku ka drogë mlezarat apo jo. E murën vesh kur vranë ushtarë, pas drogë. Këto a bon gjithë Shqipërinë drogën, e pra. Më falë se more me dufë se i zbrit autobusit, për ishe tu plasë për autobusit. Ka minutë e morë rast, e meritojmë. Pak e kanë, një t'i bëhet. Hajta, qofshi mirë. Qa është kjo juje? Kanali Pisk, si që është puna Pisk? Po Pisk e s'ka për të rëzgjith. Pisk o hasë vjerë. Ja, Pisk, sepse... Unë dalë të me idejnë e saj që jo se jam idealistë dhe besoj, por se më hajtë të kontribojmë pak me ju, me tjetërin, por shumë pak janë ata njërë si puna ju e thonë vërtetë. Komunist Serboslav, që kur janë themelu 21-shin, Miladin Popovici, Dušan Mugosh, ato e qenë aty. Ato kanë qenë aty në parti, ato kanë themelu edhe ato kanë hëjtë. Morën një ordinera një kishë maru, nuk e kishë maru shkollën e atje. Nuk e kishë maru shkollën e atje në Francë, e doshin që tishtë Rugaci, tishtë kështë si qke, e që i vrau i preju gjithë shok të vetë, i vrau preju aristokracinë shqiptare, gjithë gjonat, a i diktatorin ndyrë. Edhe vazhdojnë rruga, vazhdojnë linja, në forma tjera. Jo, nuk ka mirësi. Po, një me jemi të vujë, atëre vujshë me regula, sot vujnë pa regula. Vujnë kësho, se janë të ndyrë fare. A keni frikë ju kur flisni zotëri? Që frikë kam, për që kam frikë? 66 vjetë, për që kam frikë? Kujti kam ramë, kjo s'kan... Jo, për këtë që thoni, se sot ka dhe njerëz i ka frikë. U po i thejmë shtetin, që frikë? Kanarna kanë morë votën me zorë, për shumë. Po zu, ko është merë votë mu, mërë bëj blujnë, Mëlqin du të mori votën mu, për që do të mori votën e? Se thot e i qoj votën ke Rugaci ka hajduti, e në do të qoj unë? Po për të shi dhe shisin? Ora, disë jo punë, di bronë ka një fjallë turë që robi ka rëndësi të hënë histori, thojnë ata. Po për mirë për keqë s'ka rëndësi ka të hënë histori. To hënë histori për keqë, to nuk do higjet
Historia këto këto kanë hënë histori për keq gjithësime, por janë të zgjedhur, nuk janë rastësisht. Nuk ka rastësisht ai kryetar, nuk ka rastësisht ai kryeminist, nuk ka rastësisht ai ministri i drejtësisë. Nuk ka rastësisht ky tjetër kryetari i opozitës Lul Monti, ose kryetari i opozitës. Pra që nuk kemi alternativë tjetër, prandaj nuk kemi këtë. Ky tjetri 90 vjeç, 100 vjeç sa është ky tjetër kryetar. Ko se Kololdashi, ko është Arben Broci, ko Josif Buda, ko se Kololdashi, ko është Bogdani Vorfën që ja futën filxon kafë. Ku janë pra proces për men njëri këto gjone, ky është tek. Ku janë? Po ja futën filxon që ty pi kafe pra me amerikan të Sorosit, ja futën filxon kafë se hoqën. Kështu po eliminun, as se për men njëri, se kërkoj njëri, pse? Se o realizu detyra. Se Kololdashi për plasën e tjetër, thonë e kanë vrar diku tjetër, ngulën hekin kokën e thonë orzuak si po se gjeti njëri pra. Kurse këtu do t'i gjejnë ku qysh tek që i erdhi e pa kush i tha tit, kush i tha tit për gjona tjera, kështu që vritën rrëp rrugë dhe a dal zoti rujt. Na thonë gjatë bukur. Ç't bukur po them këto që po ndjej vetë, s'di unë se artist them gjona të bukura. Unë e popull, mu them këto që janë. Këto, po na hek shpirt, unë s'ka lidhje kjo punë, këtu është bon. Unë kam shtetësinë, se nuk ka shtet, këto rrumpall, janë gjithë shtet rufion, janë gjithë rufione, janë të ndyrë. Shkurt muhabet. Ma mirë atëherë ishe shteti keq, po thoshe mos hec këtu se godas thot në burg, në rregull. Cili pushtet ka qenë më i mirë në Shqipëri? I Zogut, Enverit? Sipas meje. I Mbreti Zog, po të kishë vazhduar, ne ishim Zvicër, sot ishim Austri, se isha aristokracia në kom, ishin, jo këto harbutët. Ka thonë, iku Zogë me i qesë Florin kur hiku. Kush e pa, sa qesë Flori kanë morë të gjithë jetën, janë të morë të e kanë bojë Shqipërinë gjithë vetën. Po këtë drejtësia, ke besim këtë drejtësia? Hiç fare. Tani që ka futur Ilir Meta në Rën Velia, në pritet. Ilir Metës mire ka bo. Po jo, meritoni. Besoni kjo apo është thjesht jelloj kështu? Po a bëjnë për i notat njëri tjetrit më zotni, po ik gjithë me mund të bësh emisionin, po jo më vlla, ato bëjnë për të realizuar të gjonat e vet të gjitha. Shumë faleminderit shumë që qofsh mirë, qofsh të rruj fare për punë. Haj, qofsh mirë. Jo më rruaj se zhvap tani se. Ky është realiteti shqiptar. Bravo zotëris, respekt, mirënjohje, falënderime për atë se çka thot, se siç e ndjen ai vet. Kjo është ajo që duhet të themi të gjithë. Duhet ta themi të gjithë atë që kemi për brenda. Nxirreni jashtë, mos e mbani brenda. Kur dëgjon prishje për shemb, ku ç'ka mendja? Ç'a prishin valla? Që prishin pallate. Bravo. Është edhe verë që prishin frutat, prishin perimet. Po të vrathuje burrë. Jo s'ka, kasim edhe në përgjithësi. A është prish dinjaja? Kur është prish, si e prishën dhe kur e prishën? Kush e prish dinjone, dinjone kanë prish ata që kanë atë selin aty. Kush e? Në Partinë Socialiste e? Pa ata pra. Pse? Pa ata e prishin dinjone. Po tash që kanë bërë Shqipëri me lule. Çe lule e kanë bërë Shqipërisë, por nuk e shef ti fshije me fshes aty e bëni gjithë plur, do humër plurin njerëzit më zhu. Çe kanë bërë? Ai pesi fshinte shkreta me fshes aty, fshinte zhavorrin. Po pse të lejnë zhavorrat atë? Pse se këtu ka qenë plur apo? Ka qenë kështu. Ku ka qenë dhë këtu më? Çka ka qenë? Kotën Verogjës? Kështë qef me pak këtu, më nuk ishte kështu se kurris breshke, si e ka boj Burgaxhiu atje në Durrës. Po, ka futur edhe parkim poshtë. Çfarë parkimu ka futur parking poshtë, po shko parko. S'ka trafik fare në Tiranë për shembull. Ku s'ka trafik? S'ka trafik, çfarë thotë? Kush sa bukur me ka drita natën për shembull, ka drita. Ka yje. Yjet për shembull në gjithë botën shkëputën, vin vetëm këtu në Shqipëri, rentohen gjithë këtu. Ne më yjet, s'pun kemi yjet se yjet si bëhet Tirana. Jemi vend që ke edhe hënën edhe diellin në të njëjtin moment, një mikra. Kemi në pra i kemi, ato i ka dhënë Zoti, ato natyra ato. Ato i kemi. Këtu ç'a kemi, po le. Këtu ç'a kemi? Me kaldrën po. Me pemë po. Ç'a pemë do të pemë Denver Hoxhës, më ç'a pemë janë këtu. Ja, se janë të lalierit o më. Ç'a lalieri me lali. Ka vite sa ishi kryetar bashkia ai veshtu mia pemë. Veshtu vjedh, ç'a pemë. Po seriozisht e kemi. Si seriozisht më ç'a thotë? Ky Edi Rama për shemb artist apo? 16 vite, ka hyrë në vitin mandatin e 4 për 16 vite domethënë. Po artist, po ai artist për bo pikturë, ai artist për çeka boshi. Edi Rama, sa një që jemi. Ti ja dole me të. Po pse? Po a e votuam ne më? Kush e votojmë? A fitoi? I vodhi më sa e votuam ne, i vodhi. Si vodhi më valla, Si voti a shef, edhe ai e di që ka vjedhë, e kupton? Kush e di? Edhe ai më di që i kanë vjedhë, e kupton? Gjose po dëgjoj un pak më të gjën tjerë. Jo më le të dëgjoj kush dojmë. Po jo, përse e fitoi, e votuam ti. Ai vodhi gjithë, jo më unë s'kam votuar, e kam shenjë në lag këtu për PD-n votojnë gjithmonë. Ja, unë kam votuar për PS, për PD-n. Jo, unë kam votuar për PD-n se jo. Ai e meritoni në fakt. Unë sado që nuk më prasi nga këto,
Po e meriton. Ik herë me që e meriton, Shqipërinë me që e meriton hik me i zyrë për të aplikuar për në gjotje në ta Po shohë mund si të son trasë rasti. ke shtëpia mojnë vetë me makinë, gjithë zyrët. Për shëtita. Jo për çetite. Po për Sa herë që kanë, e din ato më mirë se sa unë që kam problem, vinë mojnë ja edhe kalofshi mirë, ja kalofshi mirë. Ja shive çfarë rrota që kanë dhënë aty. 2030 do të jemi në Bashkimin Evropian. Mos më burr sa thumë. Ne duhet ishim hyqur para 10 vjetëve në Bashkimin Evropian, ky bllokoi ligjet në parlament kur ishte në opozitë atje si firmose për 4 ligje do kishim hyrë me kohë. Gjithë hallim shqetësimin për shkak se gjithë bota është futur në luftë tani në kaos. A Ka dalë fjalë tani që s'po e thon këtu, nuk se kam pa mua as tjetër. kënd ja fusin edhe këtu njëjtë ja fusin. Jo, duan me na amor e Tiranën, duan me na amor me bo atje në kryet. Jo më atë merr Amerika atje me Gonigalin atje ai ka duan ta marrin ato që zgjidhin këto hallë, probleme që ka bota. bota. Me ky zgjidh hallet e vetëm, kur e zgjidhin ato. Është më i mirë është e Tirana, më i mirë. A zotnia, si mendoni ju? Nëse si mendoni po se unë. Kush legenda ata? Flasim për prishjen. Qa prishje? Ku çka mendi ju për shembull kur dëgjoj dikën që thot për prishjen, si koncept, prishja, çfarë do thotë? Po ka shumë gjëra, për ma shumë gjëra prishje. Por unë mendoj sipas meje. E më rregull, e më do të më orientosh mu diku. Po të orientojnë sipas teje. Ha, Çfarë mendon ti për prishjen? Kur e dëgjon si koncept për prishja, prishje ka shumë gjëra. u prish qumshi për shembull, Po, u prish kosi, u prish kosi. u prish Trull, që më prish trull. Trulli, bravo, bravo. Kur është prish? Anda du drejtohemi kraun, që ta di që Tani është prish truri apo është prish njeriu? prish njeriu. Si prishet njeriu? Po njeriu prishet gjoja si mas kohës ose si mas sistemi që ndryshojnë. Asi gjë nuk është ajo. Është vetëm koka robit. Po që trurin rregull, çfarë do lloj sistemi të vi, po e njëjta gjë është. Po robi është. Njeriu i parë kur është prishur? Njeriu i parë kur është prishur S'keni që mirë histori, ë? historia shkruan aty. si ka këto se unë e kam bë historinë sot e 55 vjet. Jeni ai që votoni historinë? Si bëjmë? Që votoni historinë? Po e votoni. Jo, e botoni, si ju thatë që jam ai që kam bërë historinë ndër vite, apo jo? Po ndërbite. Po, ju e keni botuar për historinë? Po, historia ka qenë ndryshe në atë kohë. Ka qenë ndryshe, sot është ndryshe. Ndryshe. Ka qenë më mirë kur ka qenë atë kohë apo sot? Realiteti ka qenë më atë kohë. Ma atë kohë, ka qenë më mirë. Ju Sot e ka jeni ndryshuar, kënaqur me atë. sot e ka ndryshuar historinë si mas me ideje. Do bëjmë dhe debat. Që ka? Do ta Si bëjmë mas me treshe. ideja është me ideja ime është ndryshe, me ideja kurse historinë nga Bravo. histori. Historia është histori, Shkurt. por historinë varet se si ka shkruar që ka pas miden, si ka pas miden ai që ka shkruar A që historinë. shkruan historinë ka mend më shumë nga unë. E Po se sigurt kjo, qysh? e sigurt kjo. Po patjetër, se ti jo, unë kam egoizmi që ta thush jo, unë do të futem gar. Si nuk paskam, si nuk paskam. Po nuk mund të krahasohem me ty unë, që shkruan historinë. E kupton? Me mu jo, me djalin, si mendoni për shembull, ai që shkruan historinë, të flasim pak për për konceptin. Filozofi. Filozofi, është filozof djali. Po. Filozof, dhe flasim për konceptin e prishjes. Si e logjikon dhe koncepton ti? Po, ja. Po s'pari duhet ditur që në popull i kemi rënjët. Dhe me thënë ati na vje frymëzimi, ati na vje dhe me thonë dëshuria, ati na vje dhe me thonë inspiracioni e gjitha. Dhe kjo dhe me thonë si për moshat e reja dhe për moshat e vjetër dhe me thonë edhe ki e ka nga babaj trashëgimi diçka ose profesionin ose diçka. Jepja. Po, Normale që kam trashëgimi nga babai, nga gjyqi, që për sa më menon. Ke për analizë gjaku që... Tre breza, po. Jo, po të shpunë, nuk ka, mos e dëgjoj se ishe, po kemë të... Pastaj ky shoku Çfarë lidhe ka nga filozofia ka Një minutë. Po. Ky filozof me jemes, po të kam pa. Dhe me thonë histori personale, gjëra dhe me thonë, po si që dini, s'mund ta thoni dy fjalë për Kadaren. Kadareja është o kokë e historisë shoku. Kadareja nuk ka. Pse është nga Gjirokastra. Jo. Që të krahasosh Kadareja me nivelin me ti. Mona fut. Ti je filozof, por jo me na... Ja, Kadareja ka tjetër pikë pamje në Berisha që tjerë, se dy nga Gjirokastra kanë qenë ata. E në Berisha politikan, kurse Kadareja ishte shkruas. Po, Ai ishte mendimtar. po për në Francë, dhe me thonë, i erdhi frymëzimin. Është francez, është edhe francez, për më tepër që është filozof, ka edhe tokë në Mars, ka tokë në Hënë. Thot ky. Jo ka, jo thot. Po që ka di me se aja ka 100 vjet i ka zbrit Han, po. Jo, që i ka ky më. Ka ky, Han, tokë. Po, edhe në Mars. Me hipoteke, me gjitha të me thonë, është diçka... Ti tërë mund të merresh me tjerë, jo me mua, se unë nuk merrem me ata që kanë tokën Mars në Han. Unë nuk studioj sërgypët e... Po,
ose yjet, qellar. Unë jam I thjesht, jam baza, po që për bazën folë me mu. E po që për mars, e për hanë, e për djell, merru me ata që... Vash për vllasin e kemi di satelit në hanë, musketisht Po le të kesh atush. Të dalim tani. Tërgype qellar, unë nuk I di. Nuk e di, dalim ke prishja I njeriu. O marsi është kjo, hana është djelli, o planeti to, ka I di shoku. Kush ka qenë njeriu I parë I prishur? Njeriu I parë I prishur, mos hym to tani. Vazhdojmë me për të njeriu I parë prishur. Ku është prishur njeriu I parë pra? Po njeriu në moshën 15 vjeçare prishet vetë jo, domethënë. Po që ke profesor, lere ata, se nuk do të hyja ne unë. A të dy jo? Pa ne pasho për tje, po pse thash, më sharoj herë, 2, 3. Ti u kape, pa u sjaru fare, kuptove, kurse I ku ti ku do vetë? Ko hyni jore. Deri pyk. Po s'është. Nuk është pra, nuk Kalova nga Bereku Baklava. Jo, ti kalova nga Bereku, e kulaç fare për atë punë, po. Se po tjetë Mohabet nuk e kalova. Tani do të bëjmë pak gjeopolitikë. Se po që ajo prishë, që thot ti, atë tjetër Mohabet, nuk atë Roma ne unë. Berisha, Jo. E mbyllë, jo. Po çe ai ku I Mohabet Rama Berisha, kush? Një mendim që Do dalim pak Janë tare, shë këtë di? Po? Janë kupol. Që që ma mirë, mos I hymë të jam Mos I hymë fare edhe japim vim pikën më të ka qenë që në kodën vetë kupol dhe thot po kupol. Ja, po e ka ndrua, e vërtetë, shtu jepe këtu. Unë duhet që dalim pak në geopolitikë dhe luftën botërore. Unë jam katonare Elbasani, ka gjithë. Të lumshë, jeni njerëz mirë të Elbasanit. Izraeli është feja ime, vazhdo ti. Kush është feja? Izrael me që pyeti Izrael. Flasim për sa përket luftës që po ndodh midis Izraelit, Iranit, Amerika. Si është shef gjithë këtë? Rusia, Ukraina, Kina. Gjë. Kokat e mëdha kanë qenë, janë dhe do jenë mbi zotë ruse. Sa do të bëjmë mohabet në të vejlit, po thaj madhi është gabim, ne gabim. I madhi është Amerika, Rusia, është Anglia, është Franca, është Itali, të G7, G9 që janë ta. Po, Edi Rama ku hindu? Ta shi prit, kur bëhet mlitë se ti e gazetar, kur bëhet mlitë G9, apo G10, apo G7, pse nuk rejë gazetar më e namë? Më përgjithime. Bojnë gjipi sliqet aty. A kësho, kur dalin në mlegë ata, edhe ti si gazetari vetë drejtohet, qa keni vendosë ju, jore. Qa kësho është? E mërveshime. Unë nuk jam me luftën, jam kundra luftës, se njerë kalim e jetë do të bëj, po realiteti asë njerë nuk është gjenë, nuk gjenet. Nuk gjenet, a? Po nuk gjenet, ku të gjesh? Po mirë, kjo të shkojt drejt prishjes akoma më shumë, apo do të ndreqet? Vallaj, se në ngele të bërë që prishjes? Siç po bëhet, e nga thro shumë herë këtë prishjen ti. Siç po bëhet në botë, nuk më duken... Ja, dhe miku jonë, ambasador në Kinë. Nuk, le të jetë Afsharlie, nuk më duken bathë e mira, thomë ne nej. Nuk ka shenjat mira. A, më kej të shkoj, e? Po Shqipëria, rezikon Shqipëria? Ne këtu në Shqipëria? Rezikon për mu. Rezikon, e? Po pse? Ne jemi largë. Jemi në otës, kemi rezika zgjera. Ti s'ke asë një, o kemi pas armë ne këtu, e ushtri, ose nuk më mërmenat këtë pas. Pas Rusia s'ka pas sani, e? Kush ka pas? Rusia nuk ka pas sani? Vëzërimi që kemi pas ne, ku polë që kemi pas, asë Rusia ka pas. Asë Rusia? Kushe ne s'kemi e se gjojme. Kush do të majtë ty si më steje? E shiko si po thoni me Europa, prej 1 minut. Po të sërmoj një antari NATO, që të bashti? E si që të thoni me do më armi me, do më ushtri. Ta sheku të ushtri ndi, si po bëllë luft rrëth. Ja, ti e pate e ne shkrive. Unë të me të kujtu artikullin 5 të NATO-s, në qëfë se një artikullin 5 të NATO-s, në qëfë se një shteti NATO-s preket, atëre gjithë NATO mobilizohet, me thonë se është artikulli 5 që kanë firmosur 30 shtetet të NATO-s. Tjetë artikulli 7. Sërmoj tyja një antari NATO-s, së të bashkë? Pytje me vend, tu bravo. E ke fjallën Greqia me Turqinë, me thonë që jenë të dyja NATO që... Mërë mu, edhe unë hata dhe ti NATO, që të batë? Pytje e zgjuar, inteligjenta. Pa e thashun pa në gjuhë fare, thashun është pytje e zgjuar. Tani me përgjigje, me kompliment, me koment, me gjëra tjera. Ke paralizuar me këtë pytje. Ai ke shkruar artikullin 5, tani jemi përgjigje tani. Unë të bje shkollë kam ba. Po, pa eksperienca jetës ka bërë, dhe me thonë që piqesh dhe me ujë dhe me libra. Po, normale. Se kjo është, ka të bëj shumë me eksperiencë. Po. E vërtet. Realiteti është jeta. E vërtet. Kushe ti më rritën syrë më të shkruun. Po. Kushe po nuk punove këtu. Dhe ta japë përgjigje, edhe herë pyetën se miku pra, vetë që ma ha. Po.
Praktika, teoria, pa praktik është e verbër. Nisha ti ditë shkruaj lexosh, ama pas punove këtu me mua, nuk shef gjati. Dakor je? Ja për përgjigje po Ta japim se jep dot. Po e pyetën. Jo pyetën e më di. Po unë ja shpjegova po vet. E shpjegoj vetë, domethënë. Teoria pa praktik është e verbër. Si ishte edhe herë pyetja? Po Pyetje ishte kështu. Po kishe lidhje se ti je me shkollë, di vetë në shkollë. Po pas punove këtu ti. Jo, është e vërtetë ajo. Ha pra, ma gjej mundi. Po, pyetja si ishte pyetja? Ishte e natës, domethënë, njëri me tjetrin, domethënë. Po pra, po ç'lidhje ka praktike me teorinë tani edhe? Se Greqia me Turqinë praktikisht kanë bërë luftë njëra me tjetrën. Për atë domethënë dhe kizotria është ndjeni domethënë të kësaj dhe vetë OKB-ja domethënë është përpjekur që të shëshoj këtë ngjarje brenda natës domethënë, se edhe aty ka edhe mbe ka përplasje Hungaria me Gjermaninë. Polonia e di sa i ka kërkuar Gjermanisë dëshpërblim për luftën e dytë botërore. $3 miliard dëshpërblim. Edhe Greqia i ka kërkuar 300 miliard. Ka i ndërhyrë. Po. Jo, marroj. E ka heqë lidhë luftës Greqia me ty? Jo. Pse se ka heqë? Jenë NATO dhe NATO Greqia, po. Pse se heqë? Mi të taktis. Ta futi prap. O nuk t'ju mi që ta jenë. S'ke. Kush do? Shkruaj ti, shkruaj çfarë dush ti, artikulli jo, ande, këti. O jenë NATO, pse se heqë? Hajde. E ka thënë gishtin plak, ha? Ta ka voti maje tani. U bën 2-0. 2-0. Fol më. Jo, Je për ditë këtu, je për ditë tu, si ne takohemi bëjmë analizë. unë di se kur jam pa qep. Po mendova se i kam përgjigjet e pyetjeve të gjitha që kishte bërë. Je me shkollë. Do që teorinë që ke njëshi, po praktika. Ma kaloni mirë o pafshim, faleminderit për besedën. Përse do të takohemi herë tjetër prapë? Po dhe mund Vetëm pyetje funi për ta mbyllur tani. Është më mirë është mrena. Jo gjitha, nuk shkruan gjitha ata. Vetëm e funit kjo për ta mbyllur. Më mirë mrena apo jashtë? Shkuptim. Një minutë. Shkuptim. Bie mrena apo jashtë? Do të thonë ku e keq apo ku e mirë do të thonë. thonë. Sot është koha e mirë, ti thua koha e keqe, na çam rrapshëm. Ja, spon kjo. Duhet ka për mirë, ka për mirë, hop. Po, unë nuk di ku t'jap dhe mërë pa për jashtë. Ma shpjegoj që i ma trashe, i ka në hok fare, po. E du që i ma... Do që i më trash. Se shumë mërëna për jashtë, ku t'i Më mirë janë? pension a më mirë punë? Jo. Kush? Po ç'ti edhe ka. I thash një sinonim. Se ma komplikon më. I thash një sinonim. Po jo sinonim, po ma largon atë nga ajo. Edhe herë. Unë jam pension. Ma mirë punë se pension. Do aktivitet zotëria dhe. Është i praktikës jo. A e kuptove çfarë tha? Është i praktikës jo e teorisë. Po ki zotëria ka zgjedh vetëm pensionin. Tani edhe një herë pyetjen. Më mirë mrena apo jashtë? Lejes, mos e lutem. 2 sekonda vetëm më mirë mrena apo? Edhe jashtë, kjo punë nuk shkon. Po të dy janë mirë. Pjesën kur ka për të qenë jashtë do rresh jashtë. Se s'ket do vesh pi. Pjesën që të hysh mrena, është që ka kurravitur kjo, por për mua jo të dyja. E në jashtë ka pjesë. Herë mrena, herë jashtë tuti. Me kështu intervale. Jashtë që është mrena. Edhe u dashë edhe mrena. Tani ndaje. Po ndava unë. Edhe mrena dhe jashtë. Tani më shumë du të rri mrena apo jashtë, domethënë. Mrena nuk rri gjithmonë. Nuk rri se do dash haqa puna. Sa si mas robit. Jo, e kisha fjalën për ne përderisa folëm për luftë, fjalën. Normalisht njerëzit shkojnë tani strehohen për bunkere, tunele, pra arrihet gjithmonë brenda në tunel. E thoshin me llafë na dridhë ligë në kohët. Edhe ti, e drejtës e ligë aty. Unë pse ta pora pyetën që ne thash, ora ma shpjegoj edhe një. Po flasim për luftën. Kena gjysore që flasin duan, bëjmë analizë për luftën. Po jashtë pra. Kudo që dëgjon, po jo pse ka raketa. Jashtë lufte. Jashtë lufte, po. Jashtë lufte. Po unë mendoj që ç'i mendon ti? Rrish gjithmonë po brenda siç i mendove edhe ti. Për shembull, për moshat e mëdha vapa, domethënë është mirë që të rish mrena. Nuk më prella mo, jo. Ti jam i kalitur. Ti jesh mirë, ti kesh net, faleminderit shumë që bëjmë bisedë të lezetshme, të bukur. Tani desha të flas shkurtimisht për situatën Iran-Izrael, ku dhe presidenti Begaj dhe me thonë gjatë mbledhjes që u mbajt në Tiranë tërthorazi e ceku dhe me thonë problemin dhe tani bombardimet kanë filluar nga të dyja anët, qoftë Izraeli që goditi televizionin apo Irani. Thirrje e presidentit Begaj. Po. Si e vlerësoni? Po si që dini. Afro si bëhet më bukur, jepi. Po si që dini, Irani i ka bërë një sulm
kibernetik. Afroni këtu, bëjmë debatën. Kibernetik Shqipërisë para disa Dëgjojeni edhe nëse keni momente për ndërhyrë, para disa viteve. Po. Dhe pas këtij sulmi kibernetik, kryeministri Rama mori vendimin që ambasada iraniane të largohet. Trupi diplomatik të largohet nga Shqipëria, pasi përbënte rrezik për vendin, domethënë. Si është këtë midis Izraelit dhe Iranit? Po Qëndro pas kësaj që po ndodh në botë. Po tani objektivi i Izraelit është domethënë që Iranit këtë fatin e Irakut në vitin 2000 gjatë kohës së presidentit Bush, domethënë. Po ka këta farkime domethënë që nuk përputhet kultura. Ti e di që islamizmi domethënë ka vetë tiparet e veta, ka vetë objektivet e veta, ka vetë programin e vet, kurse Izraeli domethënë e do një botë më të hapur, domethënë më transparente, diçka e tillë domethënë. Dhe për atë Gidën Supreme Izraeli thotë kur ai të eliminohet fizikisht, atëherë s'merr fund lufta në Iran, domethënë. Dhe ndërkohë që po vriten njerëz të pafajshëm, gra, fëmijë, po tani të mëshuar, si e shihni ju zotëri këtë përplasje midis Izraelit, Iranit dhe vendet e tjera? Janë superfuqitë botërore. Po. Këtu është në mes edhe bashkimi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Dhe ndikon këtu që Izraeli dhe Irani, Izraeli është shumë i fuqishëm krahasim me Iranin. Se ka mbështetje, ka një mbështetje shumë të madhe edhe nga Amerika, edhe nga Bashkimi Evropian. Nga Bashkimi Evropian. Po, ka mbështetje edhe nga Bashkimi Evropian. Si mundet një shtet prej 9 milion banorësh kapet me një shtet prej 90 milion banorësh, 100 milion banorësh siç është Irani, edhe me shtetet e tjera, se nuk është vetëm shteti i parë. Amerika s'do ta lënë Iranin që të hape non bërthamore. Jo, ja. Po pse sulmuan tani, pra? Pse sulmuan tani Izraeli? Pikërisht po që kanë gjetë metodat që ka fut dorë në zjarr edhe Rusia. Rusia ka shtyri Iranin, për konflikt, patjetër, se 8 miliard a gjithë globi. Do duan ta paksojnë globin? Do ta paksojnë, do ta çojnë deri në 5 ose 6 miliard. A thua? Inshallah se kemi fatin ne. Po inshallah do Zoti se na hajde mosha jon. Mosha na nuk kena një moshë shumë e madhe, ke përzi. Po, ti do mërzitesh? Patjetër se do mërzitëm, se i gjithë janë njerëz që i ka kriju Zoti. Mos e prek, fillon më prek. Jo. I gjithë këtë glob që e ka kriju Zoti. E ka Kinën mbështetje. Kush e ka? Irani, po. Rusia. U shkëputa pak të futa Rusia. Turqia është shpirtërore. Turqia, Iranin. Po, është të ndizet një konflikt. Shqipëria më kë është? Shqipëria? Shqipëria, na jena të pushtuar. Ne për njërin tjetër, jam për tjerët. Po mirë. Ti je moshë e re. Unë jam 53-4 vjeç. Kesh jetë shnep. Megjithëse inshallah Zoti të rujt, ku do të je. Bëm me ra një luftë. Gjithë të gjem nanash. Ku? Ikim prapë në Çifëm. Ku do shkosh? Ikim në Çifëm. Ku? Një ikim nga Shqipëria. Po ku do shkosh shpirti vllaj? Ku? Ikim pushime më burr. Ku në pushime? Ja ky ka tokë në hon Mars. Unë nuk flas për miliardera, unë flas për ato që janë. Do me ardhe ti. A ka vënë edhe për zotrin? Nuk ka. Ë? Po, nuk don. Ai ka. Çfarë do bësh ti? Mirë, ma bëni më pyetën se ikin në hon ose në Mars. Unë kam çka ka shkruar Zoti të bën? Do dalësh, do luftosh? Jo. Jo? Të nxjerrin parat që janë këto plerat tona me beturinat urbane, të nxjerrin fëmijët e vet në luftat. Ja, do dalën. Po dolen këto, do dalën edhe ti. Patjetër. Po s'dolen këto si t'ja bëjmë ne do do ikim shat në vend ligji. Ka bunker atë në Verhoxhës, atje do futem tani një atë do rri. Si mund të përfundohet lufta Izrael-Iran? Bravo, të japim zgjidhje tani për ta. Si mund të përfundohet? Të japim zgjidhje. Për gjithë ata që po na ndjekin ndërkombëtarët, Trumpi, Netanyahu. Si do përfundojë lufta? Nuk përfundon asnjë luftë. Jo? Po të bëna thirrën, mos na dëgjoni, vazhdoni. Asnjëherë nuk mbaron lufta. Ngjoj ka marr fund. Po kujt i intereson kjo luftë burr? Amerikës burr me shit armët. Jo, nuk ka. Mos e thë pra. Do ta them edhe kam thonë edhe do. Amerika është aleati jonë. Po çfarë aleati? Amerika aleati janë. Amerika po fut zjarr në gjithë botën,
Amerika futi Rusin me Ukrainën në luftë. A thue? Turqinë, atë është në prak luftës me Greqinë. Po Shqipëria, ne me një... E di si na kanë. Nese, bona pa unë partë. E di si na kanë, si ki telefonin në gjep. Direkt, pam. Një bombë Irani që taj si janë kanë konfliktin me ande, ne na ka hanë si, e ne në ngulli. Fol. Hapim një temë pak më serioze, po. Serioze. Edhe kjo që folni është shumë serioze, ishte pak më këtej, a dalim pak më nga hija kështu. Ne flasim një temë që duhet për të folur, që të konsumo. Se më vjen me qesh me atë që ta. Po vari lesht aty po. Tani, çështja është, a është më mirë brenda apo jashtë? Brenda. Si jashtë, ku do shkosh jashtë? Ku do shkosh? Janë konfliktin zjarë. Na momente nuk i dihet, mund të na shpërthej një raket. Mund na vjen Tiranë, na ban hi. Edhe këtu keni? Of, mo. Irani, si na ga halën sy, arrojat po. Irani halën sy ne? Irani, qa boni me ambasadat? Qa boni ke rapi gjatë, Edi Rama? Hakra qa bonën? Ne më përse. Thuj, do zote, inshallah zote në amron, këto fëmijë që kena këto e vlatë, se... A i dakord ti që përshemë ne të parën e vendit tonë, Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, si ka fjalë që thonë që do iki, shkot boti parë i këtyre vendeve atje dhe të uli gjakra, ti qetësoj. A do e apësh? Tani ja ke vunë pikën. Pa Edi Rama është pro-rusit, pro-Vučićit, vlaj Vučićit, a kundra Amerikës. Për lere këto gjë. Kushe e thot kundër Putinit gjatë? Për lene bre bore dhot. Mirë, e lesh, okej. Ti është i pyetje, i harrojmë gjithë ato. Ja, vari lesh. I harrojmë gjithë çfarë folëm. Po. Jo, nuk janë të harruar, janë të injizuar. Jo, janë të injizuar. Po, bukur. Për një moment, ne tani të dy, të bëjmë i pakt, i kontratë, i marrëveshje pa të shkruajtur me fjalë. Po. A jemi burra apo? Po. Jemi dakord. Dakord. E fshim çdo gjë që folëm. Jo, ka marr, ka. I pyetje thjesht fare. Thjesht pse? Si pse? Pse më, është i pyetje. Është një nga 5 pyetje më kryesore. Kjo pseja ka shumë pse. Ka 3 gërma, po pseja do të ka ne rreshtin vazhdon. Për çe? Po ku e ke muhabetin? Po pra, pse? Thjesht valla, pse? S'pa kuptoj unë këtë psehen. Thuje muhabetin që ta jap përgjigjen. Ti vetë ç'a muhabeti? Ç'a muhabeti kërkon ti? Pse? Kjo është jashtë logjikës. Jashtë kanalit orbit. Kjo pse? Për qa, pse? Ti është më vlla, Robi mendon. Je duke menduar tani për shembull? Po. Jemi këtu. Po. Ka një moment që trupi qëndron këtu. Po, truni ka ik. Jo, s'ka ik, s'mund ta themi ka ik se keq kuptohet si gjë. Jo, ka ik. Por momente ka ik truni. Jo ka ik. Ka dalë shëtitje. Po, ka ik. Jo ka ik. Ka dalë jashtë truri, orbitit. ka dalë shëtitje. Ka dalë jashtë orbitit. Jo jashtë orbitit, se është tjetër gjë. Dil shëtitje, shkëputet. Nga ky hop ikën del truni ka dalë jashtë orbitit. Po. Ose ka dalë. Tani është më mirë kur del jashtë orbitit truri, kur kënaqet më shumë njeriu. Kur del jashtë orbitit truri apo kur e ke në mrena. Kur e ke mrena. Kur e ke trunin mrena. Po pak më parë më thej që është më mirë jashtë. Jashtë. Si lidhen gjërat? Jashtë, kur mendon diçka për jetën, për fëmijët, për punën, për familjen, për njërin tjetër, del truni jashtë orbitit. Kur je i qetë, e s'ta kontrën. Kur je i qetë? Kur je i qetë, ti bie që ke... Kur nuk ke stres, kur nuk ke probleme, kur nuk ke shqetësime. I qetë për shembull i njëri konsiderohet kur ka mendimet e tij apo kur ka dhe influencat jashtme? Kur ka mendimet e tij, ka është më qetë. Për momentin kur vin influencat jashtme. Çka kërdisesh? Zdi me dhon rrugë zgjidhje. Nuk di ka me shku. Mujta ngjata në mujta. Si e bën? Si lufton ti këto? Për shembull kur kanë luhatje koha, për shembull, ishte diell tani, u prish koha, erdhi re, u bë hije. Po. Si ashtu ishte në truni. Si arrin ta kapësh për shembull? Unë se kom kapë të njerë sot. Ke tentu që ta kapësh për shembull? Me kapë, ne ta kapësh gjithë kushtë. Ke tentu ta kapësh të njerë? Jo, falenderoj. Po
Për me kap, më falë që po thonë, për e kap një ju gazetarët më shumë. Jo, unë e kap unë. Kalon shimirë, zoti ju. Po pse e mylla? E mylla, e funit fare kjo. Që thotë, kur je për shembull, je më i qetë kur mendon, kur nuk ke influenca të tjera. Që je vetëm, kur je vetëm. Mirë, kur je vetëm, nuk ke shqetësime asnjë gjë. Po më mirë është vetëm apo ti je tek pull? Një lloja, një veprim. Kur je vetën ka punon, vetën do vdesësh. Po, kur je vetëm. Po kur je tek pull? Një veprim. Vetëm je prap. Po ti nuk thua që Unë jam vetëm. Po. Në tek pull jam vetëm. Ja të. Po si ndihesh më mirë ti pra? Si flasim edhe për qetësinë shpirtërore, për atë që the për mendimin. Kur jam vetëm. Po kur je tek pull, ke luhatje? Jo, nuk kam luhatje, më mirë jam. Si tek, si vendatën. Jo. Njëtë na, sikur je vetëm, sikur je tek pull një gjë. Jo. Kjo ti ve ka pa, për shembull, vetëm kur je ti mendon më mirë, je më qetë si nuk ke ato influenca që thonë, nuk ke fare. Jo, stresi është fjalë e negative dhe rëndë në konfet. Në momentin sa përmend stres, ngarkohesh edhe rëndohet frymare, kur rëndohet frymare, nuk shën mirë, bie sheqer dhe hajta gjesh me saj. Si e bën ti kur bie sheqeri? E fusim krip. Ose një biber aty, një atë. Keni menduar ndonjëherë ju që ju mendoni? Unë mendoj për ditë. Që mendon për ditë? Për ditë. Si t'ja bëjmë? Ka një moment për shembull që të thoni jo valla, si kudo edhe në punë ndryshme ku jemi, një ditë paktën një javë kemi pushim. Po. Që ta lesh ditë nuk do mendoj sot. Jo, as ke gabim. Po pse e ngarkon shumë? E ke gabim, me dikur të je i qetë, kur që kemë banes fundit. Kush? Në banes fundit. Atje kena një dhome në ju thoni që ju mendoni vazhdimisht apo? Mendoni vazhdimisht. Mendojmë për vazhdimisht për problemet, për hallet, për njërin, për jetesën, për të mirën. Po nuk e mendon ndonjëherë jo? Ha? Ti a ke mendu për ndonjëherë? Po. Jo, atje nuk. Ti unë nuk kam jo, si ke mendu për. Jo, në përgjithësi domethënë për ty po. Për ty për përgjithësi. Jo. Në përgjithësi, jo për ti. Se janë dy gjëra dy polet kundërta. Për ti kom mendu. Unë nuk kom mendu, për ti se nuk njoh. Është shumë interesant se si e shih nga gjërat. Gjithsesi, unë pajtohem deri mi pikë aty. Është ajo pika që është para se pikës fundit. Po. Por procesi i të menduarit është një proces. Por që të mendosh, që ti mendon, po do të mendosh se një, aty kush nuk mendon, vetëm gomari e në hajvani. Se ai që ka tru mendon. Ç'është hajvani? Se edhe gomari hajvan është. Gomari. Po, hajvani është njëti gomar. Njëti gomar. Po pa emër gomar. Pa emër gomar. Ndash vini. Po ju thoni që mendoj, unë mendoj thoni ju, por të mendosh tani që ti mendon për shembull. Unë të mendosh procesin e të menduarit. Kur ti mendon. Mendoj për çdo veprim që mund të bëj. Mos bëj ngrask, mos bëj çkelën rast kalbur. Se janë gjëra të rënda këto. Po, ja gjetë dorasën e kalbur. Ishte momenti që ti e kapi dorasën e kalbur. Çfarë bën ti? E lën atje ku? Kaloj në krah tjetër. Po ja i moment se ke menjen, që ti tash. Minda, se qafën. Pra du ta heqësh. Du ta heqësh të rast. Jo, atje e lojnë. Do të bëj një tjetër, ë? Në bjerë tjetër. Ai që se mendon. Po. Zotri. Kaloj shmirë. Zotë trujta. Gjithashtu. Me na falë bëjmë një shaka. Jo, në shaka dumë, në shaka vetëm mos ndro menje që të vish nesër të mendosh gjatë dhe thosh ma hiq videon se